Fakulteti i Shkencave Sociale pranë Universitetit Femi Agani në Gjakov para disa ditësh pranoi një donacion të rëndësishëm literaturë të shtypur në shkrimin Braille, dedikuar studentëve të verbër. Kjo nismë realizua në bashkëpunim me Lions Club, Istag dhe shoqatën e të verbërve Gjakova, ku përmes saj synohet të ofron mundësi të barabarta në procesin arsimor për studentët me nevoja të veçanta. Dekani i Fakultetit të Shkencave Sociale, profesor Ferdi Kamberi, përmes telefonit tha se donacioni është një hap i rëndësishëm drejt përfshirjes dhe mbështetjes së studentëve me aftësi të kufizuara. Padyshim se është një prej çështjeve më rëndësishme si donacion jo vetëm për ne si Fakulteti i Shkencave Sociale, por edhe në përgjithësi për universitetin. Kjo për dy arsye, për shkak se na në Fakultetin e Shkencave Sociale kemi disa studentë që janë të verbër dhe kanë nevojë që të kenë të paktën literaturën preliminare të studimeve sipas nevojave tyre. E dyta është e rëndësishme për shkak se kjo ka krijuar lidhje të bashkëpunimit mes neve si Fakulteti i Shkencave Sociale dhe organizata të tjera të shoqërisë civile. Në këtë rast organizatës Lions Club International, e cila na ka ndihmuar shumë me një mori të librave kur kemi parasysh që këto libra në fakt kanë një kosto këgjat në altë për shkak edhe të numrit faqeve, për shkak edhe çështjeve tjera dhe jo një mori i librave dhe doracakëve që janë në sfondin e punës sociale dhe të cilët do t'i vizojnë studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale. Dekani Kamberi gjithashtu shtoi se aktualisht në fakultet studiojnë disa studentë të verbër, të cilët do të kenë mundësinë të shfrytëzojnë libra dhe doracakë të rinj të dorëzuar në bibliotekën e universitetit. Po besoj që po, tani më menaxhmenti i Universitetit Femi Agani në Gjakov ka renovu, ka bërë disa renovime, është renovu dhe holli i fakultetit, i 3 fakultete, në fakt 4 fakultete të cilat janë tek Fakulteti i Shkencave Sociale. Ekzistojnë, gjitha hormonat kushtuar, fakultetet përkatëse dhe konform kësaj na kemi edhe dikun 5 ose 6 studentë kemi të verbër që janë prej vitit të 2 dhe 3 dhe ata besoj që do ta shfrytëzojnë këtë literatura është dorëzuar bibliotekës të universitetit dhe në momentin kur studentët kanë nevojë do ta shfrytëzojnë këtë literaturën për nevojat tyre. Janë, si që thash edhe më herët, janë disa libra bazë dhe disa doracak që hyjnë në domenin e punës sociale dhe do të jenë për nevojat e studentëve të Fakultetit të Shkencave Sociale. Ky projekt është pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme të Fakultetit të Shkencave Sociale për të përmirësuar infrastrukturën dhe qasjen gjithëpërfqyrëse ndaj studentëve.